Në Shkodër u mbajt protesta e 2 qytetare, ku këtë herë marshimi nisi nga truma Dugajve të reja drejt sheshit përpara bashkisë, ndonse më të pakët në numër qytetarët me pankarta në duar dhe thirrjet "Çoni nga kafja, bashkohuni me ne" ftuan qytetarët që t'i bashkohen këtij marshimi. Nuk fshehin zhgënjimin nga klasa politike dhe keqeverisja sipas tyre ka shkatruar vendin dhe ka larguar rinin. Një si Rjolli, një rezistencë një fshat i vogël, i harruar, për me shku në Rjoll 10 vjeta nej, pa kem një sakrificë madhe në çdo lloj mjeti që mund të shkua. Dhe ata, mbasi banën rrugën për qëllime djallësore, ikën në morë edhe vendin e tyre si kanë vujt për shekuj. Fethja si fethjanve, ju përket fethjanve. Ato që kanë çu thetër për me marrë tokën e thethit, gabojnë. Se në qo se vinë aty me marrë tokë thethit, ata që nuk janë thethjan, aty kanë me lanë dhe kujtë. Nxjerrën ligje, me anë të cilës juve t'ju prishin bizneset, juve t'ju prishin shtëpi, dhe në tokën tuj, në trullin tuj, në pronën tuj, të nosë që të nërtoj rezorte, struktura ndërtimore, pulla. Protestoj sot për të familjen shqiptare, për me lanë peku me shikur e ka panë zoti, jo si ton ligjet që kryojnë parlamentin tonë. Unë jam 21 vjeqe nga Rjolli. Rjolli ka 4 muaj që banë rezistencë paqësore. Unë deshta vetëm me ju thonë që nga që turizmi është një nga fushat e ekonomisë që në ecë ma shumë Shqipëri të atini se pa vendimarrjen e komunitetit lokal nuk ka as turizëm qëndrueshëm, as zhvillim ekonomik, as asnjë gjë. Ne jemi toka tona që mos të migrojmë. Ka 35 vjetë që jam në Shkupa, që një tyve po shatiset, po shkatërohet, po coptohet, me pretendimin se po ndërtojnë turizmin. Nërkohë që naftet, mineralet me vlerë i marri tujtë të spagujnë si ka zgjidhur i shtetë. Nërkohë që ko popull po vërtënohet, që t'je ma tepër. Ka pensionista këtu, që kanë 14 punë, ma nuk janë gjeni me pensionin e tyne me majtë familjet, ma me ujë. Gratë kurpi më i madhë. Që të luftoj për familjen, ajo është rajtë një teme që rritë që e kombi. Frytën jeni ju, jeni gjeneratën zë, që duhet jem një vetit sa ma shumë, bërsh me ne, ta pastrojnë të që pistek që ma më lukën vërë. Ju rini, medje në drejtim këtë vend. Nëse ju nuk vini këtu, nuk bashkoheni bashkë, ne nuk fitojmë kur, sepse në çdo shtet, në çdo vend, rinia është ajo që përmbys çdo sistem diktatoral. Protestoj për fëmijët, sepse nuk kanë liri, sepse dalin piratat e rrugëve dhe i mysin. Protestoj për rinin, që mos me i rinia shqiptare prej këto. In a cell, the flamingos, the turtles, and the beautiful dolphins, the beautiful nature, to the Trump family who destroys nature, who destroys climate. Prej ditësh protesta shtrirë në gjithë vendin, ndërsa solidarizim kanë bërë dhe shqiptarët e diasporës, duke protestuar në sheshet ndryshme të qyteteve europiane dhe deri në Shtetet e Bashkuara.